Gjithmonë kënaqësi me pas në studio kolegu Miftar Zejnullah me bisedu pak çështje pak më të relaksuar se ato që bisedum deri në këtë moment sot. Në fakt, kënaqësi që të kam në studio Miftar. Kënaqësi edhe për mua. Gjithashtu në anën tjetër kemi një koleg tjetër, Gjergj Prenga, na lajmërohet nga Shqipëria, Tirana konkretisht. Respekt Gjergj për ty. Që jem me ju dhe sidomos me një koleg si Miftari. Përshëndetje për të dy dhe në fillim po ju tregoj se do të flasim pak për do të ndalim tek finalja, të cilën fitoi Selin Bollati dhe gjithashtu do të flasim për sinjalet që na e sollën banorët e shtëpisë nga mbrëmja e djeshme afteri Bigut. Po ja filloj me ty, Gjergji. Selini pak a shumë është pritur ta fitoj. Është printe në të gjitha sondazhet. Po ishte diçka e pritshme, madje ishte diku tek 50-50 me Mateon, për ajo që kam ka habitur kroni dhe që dua ta them sinqerisht, atë natë ka qenë loja që produksioni Big Brother VIP Albania ka lojtur, sepse të gjitha sondazhet dhe një sondazh që unë e bëra po atë ditë, ku kanë qenë mbi 2000-3000 votues, kanë nxjerrë që Mateo së bashku me Selinën ishin kokë në kokë me njëri tjetrin në podin final. Ato sondazhe që i ke bërë edhe shumë portale tjera, ju më kanë me SMS, a veç kështu, do më thonë që ka mujtë me klikua dhe me thonë që të banorë si të preferuar. Jo, të gjitha do të njëra... Që kja e bën diferencë, se mund është në rrjetet sociale si cili për neve e ka një favorit, që në momentin që qelet një sondazh e prejkim emrin e ti si qofë Mateo, qofë Selini, po kur vjen puna te votat nuk është që qojnë vota, kështu që po besoj që Mateo si ka ndodhë pikërisht që kjo situatë. Që nashti në rjetë është pëlqy për shkak dinamikës me Brikenën, po që te vota pa ma... s'kanë gjujtë. Jo, do thënë, platforma që është përdorë WhatsApp-i për t'i pyetur njerëzit. WhatsApp pa pare, s'kanë hargju. Në WhatsApp. Dhe ne kemi përdorë platformën e WhatsApp-it, përveç Instagram kemi përdorë dhe platformën e WhatsApp-it për t'i pyetur njerëzit, ku aty kanë votuar mjaft Mateon dhe Selinën. Kjo që më bëri shumë habi kur doli Mateo emri që dilte në vend të tretë. Po në base ata që kanë lek, i kanë votuar këta tjerët, e kupton, sepse realisht mbështetja në rrjete ku nuk paguan me votimin ku t'i shpenzon për ta jepur një vot, ka ndallim. Edhe kështu me këshyrte na, Eliona për shkakun ka qenë favorite. Kokëm kokë me lëndrimin, po e fitoj lëndrime. Se kanë votu ma shumë, kanë që pare për lëndrime. Mirë. Kjo çështje të cilën e kena diskutuar dhe kena një përvoj për e Bigut Kosovës. Po të bartemi pak tek afteri. Çfarë informacioni ki për afterit? Çfarë ndodhi atje? Ka qenë një after party mjaft i madh i organizuar me punonjës dhe ish punonjës të Top Media, gjë që më bëri shumë habi kur pash që kishin qenë dhe pjesë ish punonjësve të Topit. Dhe aty ka qenë pash që edhe shumë ish banorë të cilët nuk flisin me njëri tjetrin dhe që kanë qenë thumb me njëri tjetrin, ishin bashkuar për natën e after partyt. Një nga personazhet pjesëmarrëse ka qenë dhe Jacqueline Legatari, ish opinioniste e Big Brother VIP Albania, po ashtu edhe Olti Curri, i cili ka qenë dhe një komentues dhe një person që i ka ironizuar shpesh Bigun e Shqipërisë dhe që ishte i pranishëm në atë after party. Po, qysh e pati bashkë më pëlqen që pas kanë qenë edhe Zhaki, edhe Ulti, edhe Krejt. Jacqueline nuk është e raport që është faq mas daljes së saj si opinioniste për Big Brother, nuk është që nuk është faq ma në Top Channel, ose me a fut një farë X-it madhë televizionit, e kemi pa që ka qenë edhe në për emisionet tjera në Fan Club, Shqipëria Live, ku i ka komentu banorët e Bigut, e nuk e befasi për mu me qenë Jacqueline Legatari, edhe pjesë e qati parti. Po do ta kemi në befasi sot në Post Big? Po besoj që po, ka shumë dinamika që nuk jënë diskutu, sidomos bëhet fjallë për Selinin me Mirin, do më thonë është ka edhe dyshja fundit në podium dhe tasht janë kejtë interesu me pas se qysh e kam pa ata dhe këtë audiencën e tyne që është nda në ato komentet pozitive për lojën e tyne për çështjen e krevatit edhe me një pjesë tjetër që kanë qenë këgjatë komentume dhe këgjatë krydzum në rrjet për shkak të kësaj një farë lloj romance që Miri dule edhe në prime duke qajtë për Selinën. Kështu që është këgjatë dinamike që kjo pjesa e post Big Brother, sidomos që është edhe sante. A e ka ende bashortën e njëjtë Miri, Gjergj, a e ki ndonjë informacion për arsye se e kom pa në natën finale, si kur të nëtënte mi kërku falje, si kur dënte me pas një aprovim prej saj për lojën që e ka zhvillu brenda?
Bashkëshortja e Mirit ja vlen theksojmë se ka dalë hapur publikisht dhe në Top Albania Radio, ku e ka mbështetur lojën e Mirit aty brenda gjatë kohës që Miri dhe Selina kryqëzoheshin, ajo nga ana tjetër e mbështeste lojën e Mirit në për media, ishte një zë mbështetës ndaj bashkëshortit të saj. Ndërsa për natën finale, përshëndetja u duk si një përshëndetje midis shokësh dhe jo një përshëndetje midis bashkëshortësh. Po. Vetëm një përshëndetje midis bashkëshortësh nuk ishte dhe një përshëndetje emocionuese nuk pam në atë takim midis tyre. Pra ty të bën me mendu se mund të ketë pasur ndonjë ndryshim të raportit tyre gjatë qëndrimit të Mirit në shtëpinë, Big Brother. Mund të ketë një ndryshim nga ana e Mirit, por jo nga ana e saj. Po. Miri non akoma vjoj ta mendoj si një manjak, si një pervers, i cili ka të pëlqimin ndaj Selinës, ka të fiksimin, ka të obsesionin ndaj Selinës, dhe shë Selinën në vend të gruas së tij, shë Selinën. Wow, okay. Shëndrimi që ka është e drejta dhe me veprimin që bëri në fond, që shkoj ushtrit e kështrati. Po, okej, një këndvështrim interesant kjo. Po çfarë nga këtu do të na qesët posti? Dhe reagimi i Selinës besoj të ketë një përplasje të fortë midis Selinës dhe Mirit. Kjo patjetër që do ndodhë. Edhe Rogerti që ka synu me qenë fitues, po realisht nuk fitoj, edhe ai mundet me bë këgja një farë dinamike sonte në mbrëmje. Rogerti. Po. Se kemi pa që edhe me video mas daljes së tij ka fillu këto kërcenime që aja bëshin njani tjetërin të nuk u dëmë me shku në Shkodër, shumë ofendime edhe kërcenime tjera që i kam pas, ka fillu me i përdorë, po dhe me shfridzu mas daljes, çmimin se fitoj, po këtë audiencën edhe me majtë publiku një farfor me afer vetës, është u ditë me shfridzu këgja mirë. Po e vërtet është, në base edhe shkaku i përvojës ti në për media që e ka pas den paka shumë me lujtë për publikun, po më kishë ditë me më shku nerva dhe mas daljes e bigut me qatë vetjan që ku jem Shkodër. Mos merë një shambull, mos e kërcënoni një tjetër, nuk është shambull qaja që Rogerti për